Të përshëndes Blona, sikundër edhe u njoftua në orën 10 kam bërritur Ilir Meta në SPAK për të dhënë dhe dëshminë e tij për 21 janarin, apo vijon ende marrja në pyetje e tij? Po, Kassandra, vijon të merret në pyetje ish presidenti Ilir Meta lidhur me krimin shtetëror të 21 janarit. Kreu i Partisë së Lirisë ka lënë mëngjesin e sotëm qelin i shoqëruar me forca policie. Në orën 10 kanë bërritur në ambientet e prokurisë së posaçme, ku po jep shpjegime lidhur me 21 janarin. Në fakt ka qenë vetë Ilir Meta i cili përmes një kërkese të dorëzuar në prokurinë e posaçme nga avokatët e tij mbrojtës kërkoi të merrej në pyetje nga SPAK për 21 janarin, dosje që aktualisht po hetohet nga prokurori Alfred Sheu. Ky i fundit përmes kërkesës së bërë nga avokatët e tij mbrojtës shprehej se ka të dhëna të reja të cilat nuk disponohen nga grupi hetimor. Kujtojmë që protesta e 21 janarit vitit 2011 kur 4 protestues mbetën të vrarë filloi në fakt pas publikimit të një video skandali ku i përfshirë ishte zëvendës kryeministri asaj kohë Ilir Meta dhe Dritan Prifti. Në filmimin prej 12 minutash në fakt dëshmoi pazari midis zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe Dritan Priftit në atë kohë ministër për 700.000 euro në këmbim të koncesioneve dhe licencave për një hidrocentral. Në fakt prokuria e posaçme ka nisur hetimin për 21 janarin në korrikun e vitit të kaluar ku regjistruan për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave. Nga kjo protestë mbetën të vrarë 4 persona në bulevardin Dëshmorët të Kombit, por gjithashtu u plagosën edhe persona të tjerë. Prokuria e posaçme gjatë kohëve të fundit ka intensifikuar hetimet lidhur me këtë çështje dhe ka marrë në pyetje vetëm rreth një javë më parë ish presidenti Mbamir Topi ku u pyet për rreth 1 orë e 30 minuta, ndonse ky i fundit ka folur më parë për 21 janarin, por pas daljes nga prokuria e posaçme ishte në fakt nuk foli më shumë për këtë çështje për vetë faktin se është nën hetim nga prokuria e posaçme, por janë marrë edhe 2 figurat kryesore të asaj ngjarje në pyetje nga SPAK, përkatësisht ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, por edhe ish kryeministri Sali Berisha, ndërkohë vijon në fakt edhe dëshmia e Ilir Metës në prokurinë e posaçme. Ndërkohë, Blona, për të ndalur pak së bashku edhe te një tjetër zhvillim, sot paraqiten në gjykatën e posaçme për verifikimin e masave të sigurisë edhe të arrestuarit për dosjen e tenderave në Aksh apo jo? Po në fakt SPAK lëshoi masa sigurimi për 8 persona në kuadër të një hetimi mbi disa tendera të lidhura me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ditën e sotme do dalin para gjykatës në orën 12 për verifikimin e masave të sigurisë personat e kapur lidhur me këtë ngjarje. Pasi kujtojmë edhe pse SPAK ka dhënë 8 masa sigurie, 6 prej tyre janë ekzekutuar, ndërkohë 2 masa ende nuk janë ekzekutuar. Ky në fakt prokuria posaçme i akuzon për veprat penale të kryera si një grup i strukturuar kriminal, me urdhër të SPAK, por edhe të 2 prokurorëve të çështjes Altin Tumani dhe Bledar Maksuti, u caktua mas arresti me burg për 2 biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqira. Asnjëri prej tyre në fakt nuk u arrit të kapej dhe nuk u arritën të ekzekutoheshin masat e sigurisë arrest me burg të vendosura për to, pasi gjatë kontrolleve të ushtruara nga Byroja Kombëtare e Hetimit, këta të fundit nuk janë gjetur në vend banimet të tyre, ndërkohë sipas edhe një njoftimi zyrtar të dhënë nga prokuria e posaçme ditën e ngjarjes, të dyshuarit kanë përcaktuar kritere jo sipas ligjit për të favorizuar me tendera disa kompani kundrejt të tjerëve, ndërkohë është në fakt një skandal që edhe thellohet pasi 2 biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri dyshohet se kanë marrë peng personin e një kompanie tjetër, pra përfaqësuesin e një kompanie tjetër i cili fitonte tendera nga Akshi, bëhet fjalë për Geron Meçen. Sipas informacioneve të SPAK, të fundit kanë marrë peng Geron Meçen pranë shtëpisë së tij. Më pas ky i fundit është transportuar për në Elbasan, ku personat të veshur me uniforma policie kanë shoqëruar deri në Elbasan dhe i është kërkuar që të telefonojë administratorin e kompanisë së tij për të tërhequr të gjitha ankimet të bëra në KPP lidhur me 5 tendera që ky i fundit kishte bërë ankim. Më pas
pas kryerjes së kësaj telefonate është bërë e mundur dhe tërheqja e menjëhershme e ankimeve të bëra nga Gerond Meçi dhe më pas ky i fundit nuk ka bërë një denoncim në polici lidhur me këtë ngjarje, por ka treguar të gjithë ngjarjen pranë ambasadës gjermane dhe rezulton të jetë larguar së bashku me familjen e tij nga vendi jon, ndërkohë edhe në fakt sipas dyshimeve deri në këto momente përveç shkakun që Ermal Beqiraj dhe Ergyll Sagasi nuk janë gjetur në ambientet ku Byroja Kombëtare e Hetimit bëri kontrolle ditën e ngjarjes, dyshohet në fakt që mund të kenë lëvizur nga shteti, të kenë dalë pra jashtë shtetit, por ende prokuroria e posaçme nuk ka një pistë të saktë lidhur me këtë, ndërkohë të gjithë personat e përfshirë në këtë çështje akuzohen për konkurrencë të paligjshme përmes dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje barazisë në tendera, pastrim parash dhe grupi strukturuar kriminal. Këto janë akuzat të cilat rëndojnë mbi Ergyll Sagasin dhe Ermal Beqirajin, por nga ana tjetër pezullim nga detyra u dha edhe ndalim, por edhe ndalim për të dalë jashtë shtetit u dha edhe për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës Erjon Ismailaj, ai akuzohet nga SPAK për konkurrencë paligjshme nëpërmjet dhunës dhe grupi strukturuar kriminal. Nga ana tjetër mas arresti në shtëpi është dhënë për drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj, por edhe në drejtoreshën e këtij institucioni Hava Delibashi, ndërkohë ndalim për të dalë jashtë vendit është kërkuar edhe për 3 administratorë të disa kompanive që sipas SPAK kanë marrë pjesë formalisht në procedurat tenderimi dhe nga ana tjetër kanë lëshuar edhe faktura fiktive, si dhe kanë realizuar transaksione nëpërmjet kompanive që ishin pjesë e tenderimit, por bëhet fjalë për administratorët Andis Papa, Gëzim Hoxha dhe Rogers Ryta, të cilët akuzohen për pastrim të parave dhe grupi strukturuar kriminal. Gjatë muajit të kaluar, por edhe gjatë ditëve të fundit janë marrë në pyetje edhe personat të cilët kanë punuar pranë këtij institucioni. Bëhet fjalë për 25 zyrtar të cilët janë marrë në pyetje, janë kryesisht antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe antar të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, ndërkohë për 6 personat e vendosur që është ekzekutuar mas sigurie të dalin para gjykokos ditën e sotme, ku edhe do të bëhet vlerësimi i masave të sigurisë për ta.